Ta fshim të make-upin bashk, Halloween edition. Nuk e prisa më pëlqente kaq shumë ky make-upi. Duket se më pëlqen se kam bërë bazën shumë glowy, se kështu si make-up është pak i thjeshtë. Edhe pjesa e syve që është me dida më pëlqen shumë. Ka ardhur koha ta fshi sepse duhet bëm gati për kurs. Nuk jam e sigurt nëse kam bërë mjaftueshëm foto, por nuk kam kohë për momentin. Prandaj duhet ta fshim të make-upin sa më shpejt. Bëthet përveç bazës që është kaq glowy, pjesa që më pëlqeu shumë është kjo pjesa këtu e buzës. Heqim dhe flokët. Do fjetë e bardha domethënë. Okej, ikim për ta fshirë. Sapo kuptova që nuk kam një oil cleansing dhe kam shumë shtresa nga ky make-upi, prandaj duhet ta pastroj shumë mirë. Por kam vaj kokosi që nuk besoj se është shumë e mirë për lëkurën, sidomos mbasi sa kam vendosur të make-upin me face paint, por s'kam ç'a bëj. Të janë dhe syt nga afër. I nisa pak me vënes të make-upet të Halloweenit, se kam pasur disa video tjera që duhet bëja, por gjithsesi kaq ditë sa më ka ngelur për t'i bërë, kam zgjedhur disa make-upet që janë më kreative. Hyri kaq shumë vaj kokos në sy. Nëse si më thonë në komentet çfarë make-upi doni që të bëj ne.